Rusia kreu një sulm masiv me dronë dhe raketa ndaj Ukrainës gjatë natës, ndërsa delegacioni i Kievit pritet të takohet me zyrtar amerikan në mes të përpjekjeve të vazhdueshme diplomatike drejt një marrëveshje e paqeje. Moska lëshoi 653 dronë dhe 51 raketa, të cilat shkaktuan alarme për sulme ajrore në të gjithë Ukrainën. Te ka bërë të ditur forca ajrore e vendit, duke shtuar se forcat ukrainase ishin në gjendje të rrëzonin dhe të neutralizonin 585 dronë dhe 30 raketa. U goditën gjithsej 29 vende, duke plagosur të paktën 8 persona. Ka pasur gjithashtu sulme në objekte industriale dhe ndërtesa banimi në rajonin e Kievit, ka shkruar Zelenski në rrjetin e tij X. Zelenski shtoi se objektet energjetike ishin objektiva kryesore e sulmit, ndërkohë Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se mbrojtja e saj ajrore kishte rrëzuar 116 dronë ukrainas mbi territorin rus gjatë natës. Sipas kanalit rus të lajmeve Telegram, Ukraina goditi rafinerinë e naftës në Ryazan të Rusisë. Ukraina ka intensifikuar fushatën e saj kundër infrastrukturës energjetike të Rusisë, të cilën Kievi pretendon se është një burim kyç për financimin e pushtimit të Moskës, ndërsa kërkon të bëjë presion mbi Kremlinin që të ndërpresë armiqësi dhe të angazhohet në përpjekje për paqe. Nga ana e saj, Rusia shpesh synon rrjetin energjetik të Ukrainës, duke kërkuar ta privojë vendin nga ngroja, energjia elektrike dhe uji gjatë muajve të ashpër të dimrit. Kievi dhe aleatët e saj europian akuzojnë presidentin rus Vladimir Putin për interes të rem në përpjekje për paqen, pasi bisedimet me SBA në javën e kaluar rezultuan me shumë pak progres.